Përshëndetje të gjithëve. Sot në kuzhinën time do përgatisim ballokume tradicionale Elbasani, një ëmbëlsirë shumë e dashur shqiptare që përgatitet me pak përbërës, por me shumë kujdes. Unë e kam përgatitur pa mikser, ashtu siç bënin dikur gratë e Elbasanit, dhe në video kam treguar disa sekrete të vogla që e bëjnë këtë recetë speciale. Ja edhe sekreti i parë i ballokumeve. Kur marrim hirin e sitim dhe ujë që do vendosim tek hiri duhet patjetër të jetë i vluar, ashtu sikurse e pat edhe ju në video. E shtojmë ujin e vluar në hi, e përziej mirë dhe që ta marrim me lehtësi unë po e kthej në një filxhan. Kjo është finja dhe është e domosdoshme për përgatitjen e ballokumeve. Këtu kam 200 gram me gjalp, e shkrim gjalpin, ndërsa në tas kam 400 gram me sheqer. Sekreti i dytë që duhet për ballokume duhet majsite, i thon gratë e Elbasanit, do të thënë ta siti miellin, të marrin vetëm atë pjesën më të imët të miellit. Unë do përdor miell të verdh që t'i japim ngjyrën akoma më të bukur ballokumeve. Edhe ena duhet të jetë sferike, ashtu sikurse edhe tasi im. Gjalpi ka shkrir, unë e kam kulluar gjalpin, duhet patjetër gjalp një cilësie të mirë, dhe i kulluar. Ndërsa këtu kemi tasin me sheqer. Fare mirë mund të shtoni sheqer pluhur, por unë po e përdor sheqer kokër pa asnjë lloj problemi. Janë 400 gram me sheqer. E përziej mirë. Unë do ta përziej për gati 2 orë. Gjithmonë tasi vendoset mbi diskëmbe dhe përzihet për gati 2 orë pa ndërprerje. Kur ta shikoni që është trashur, pasi gjalpi kur ftohet trashet pak, atëherë fillohen të shtohen vezët një nga një. Do t'i shtojmë 4 vezë, shtuam një vezë, shtojmë vezën e dytë dhe e përziejmë. Mori ngjyrë tepër të verdhë. Si shikoni, masa është goxha e trash. Shtojmë vezën tjetër. Është pak punë e lodhshme përgatitja e ballokumeve, por e përgatitur në këtë mënyrë nuk dështon asnjëherë. Unë fare mirë mund ta përgatisja edhe me mikser, por doja të sillja tek ju atë recetën origjinale autentike shqiptare të grave të Elbasanit. Kjo është finja tashmë e kulluar. Do mbushim 2 herë këtë golloveçkën e vezës. Vazhdojmë ta përziejmë. Vetëm 2 orë kulloj finja. Në kohën që unë përzieva gjalpin me vezën, ajo kulloj. Këtu kam miellin e misrit tashmë të situr, e shtojmë pak nga pak dhe e përziejmë. Në këtë mënyrë shikojmë dhe konsistencën e brumit. Kur të arrimi teksturë të qëndrueshme, atëherë nuk do shtoj më miell. Megjithatë, për të qenë transparente me ju, unë do ta peshoj pjesën e miellit të ngelur. Shtojmë 2 lugë të gjellës plot me miell të zakonshëm, miell 00. Vazhdojmë përzierjen. Masa sapo vjen edhe po trashet. Më pëlqejnë me miell të verdh pasi jep atë ngjyrën e artë të bukur. Shumë pak miell lam. E kthejmë brumin në një tas më të madh që të kem mundësi t'i përgatis ballokumet më me lehtësi. Në një tavë kam vendosur letër fure dhe do fillojmë të krijojmë ballokumet. Nuk ka nevojë t'i japin formë, pasi gjatë pjekjes ato do hapen vetë. Edhe sekreti i fundit që kam ballokumet, duhet patjetër që furra të jetë e parangrohur. Dhe ja si duken ballokumet e pjekura. Natyrisht që kam të tjera të vendosura në furrë. Filmimet i bëra në një ambient jashtë për të sjellë
më afër pranverën me ju. Të dashur miq, nëse ju pëlqeu kjo recetë tradicionale e ballokumeve të Elbasanit, mos harroni ta provoni edhe ju në shtëpinë tuaj. Ju falenderoj që më ndiqni. Me dashuri nga kuzhina ime.